Autorët pjesëmarrës në edicionin e 3 mbar kombëtar të konkursit të letërsisë së humorit Niko Nikolla kanë zhvilluar një vizitë në fshatin Menkulas, ku janë njohur nga afër me muzeun Dritëroa Golli, aktualisht në ndërtim. Vizita u shoqërua me prezantimin e konceptit dhe perspektivës së këtij muzeu, i cili synon të ruajë dhe promovojë trashëgiminë letrare të shkrimtarit të madh shqiptar. Fotografia familjare që sapo bëm me të gjithë autorët pjesëmarrës në konkursin mbarkombëtar Niko Nikolla, do të jetë një foto shumë signifikative që do të vendoset në muret e këtij muzeu historik, një bibël për të gjithë shqiptarët në të ardhmen. Gjatë aktivitetit, kryetari i Bashkisë së Devollit Eduard Duro theksoi rëndësinë e këtij projekti kulturor për zonën, duke e cilësuar muzeun si një pikë referimi për letërsinë, kulturën dhe turizmin kulturor. Na nderojnë kolegët të Drejtorit të Madh, por edhe nxënës së tij, pasi nga pena e Drejtorit mësuat dhe ju apo gjithë bresa që do vinë dhe ata që do kenë dëshirën për të shkruar humor apo dhe prozë dhe poezi. Unë ju uroj suksese, ju uroj penë të mbarë dhe fitoft më i miri në këtë konkurs. Vizita në Menkulas ishte pjesë e programit kulturor shoqërues të konkursit Niko Nikolla, i cili gjatë ditëve të qëndrimit ka përfshirë edhe aktivitete e vizita të tjera, duke forcuar lidhjen mes letërsisë, trashëgimisë kulturore dhe komunitetit lokal.